Unë nuk pres që të ketë ndonjë ndryshim, mendoj që do të jetë skenari i njëjtë, ju e shihni që qartazi partia që nuk ka arrit me fitu shumicën absolute, pretendon që ka fitu shumicën absolute dhe mendoj që i ka marrë peng institucionet e Kosovës. Ju e dini që kryeministri dhe ministrat janë në qeveri në mënyrë të kundërligjshme, dhe tash duan që në mënyrë të kundërligjshme dhe kundërkushtetuese me mbajt peng edhe kuvendin e Kosovës. Kjo është një situatë komplet absurde, ku partia që ka dalë para në zgjedhje ka vendosur që të jap prioritet një emri të përveçshëm, Albulena Agjiut, karshi institucioneve dhe interesave qytetarëve të Kosovës. Pra, në njërin anë janë qytetarët e Kosovës që presin më formu institucionet edhe më adresu problemet e tyre që lidhen me energjinë elektrike, me çmimet e larta, me rrogat e ulta, me pensionet e ulta dhe me situatën e vështirë përgjithsisht ekonomike, dhe është në anën tjetër një emër i përveçshëm, Albulena Agjiu, që mbon peng institucionet e Kosovës edhe adresimin e interesave të qytetarëve të Kosovës, sepse pyetja fundamentale që bën çdo kush sot është nëse Albulena Agjiu zgjidhet sot kryetare e kuvendit, a ka partia vetëvendosje një projekt si do t'i rrisë pagat, si do t'a ullë çmimin e energjisë elektrike, si do t'i ullë çmimet, si do t'i rrisë pensionet? Jo. A i ndryshon një qytetarit vetëm të Kosovës jeta nëse Albulena Agjiu sot zgjidhet kryetare e kuvendit? Ajo nuk i ka ndrru kërkujt tjetër, as nuk i ka bë asnjë punë të mirë sa ka qenë ministri i drejtësisë, edhe tani do të ndodhet në krye të organit kryesor ligjvënës. Kështu që mendoj që jemi në një situatë ku shoqëria kosovare dhe institucionet, edhe politika e Kosovës është në njërin anë, dhe në anën tjetër është një emër i përveçshëm që mban peng procesin e formimit të institucioneve. Kjo është një situatë komplet absurde. Ju mund të thoni që përgjegjësia është e përbashkët, por ky argument nuk qëndron, kushdo që thotë, sepse ne mund të kishim thënë që se votojmë kërkon të vetëvendosjes, edhe ky do të ishte qëndrimi i drejtë në pikpamje kushtetuese, por mendojmë që do të ishte i padrejtë dhe jo korrekt në kuptimin politik, sepse e drejta me propozu i takon partisë fituese. Meqense i duan votat tonë, na kemi thënë do ndrohet kandidati. Në kushtetut ky koncept i qartë, thuhet kryetari i kuvendit zgjidhet. Nuk thuhet emërohet, thuhet për ministrat. Pra, kemi të bëjmë me konceptin e emërimit dhe zgjedhjes. Me pas qenë e përcaktuar që kryetari i kuvendit me automatizëm është i partisë fituese, në kushtetut ki shkruajt që shkruan për ministrat, emërohet kryetari i kuvendit nga partia fituese. Po thuhet zgjidhet, për sa kohë thuhet zgjidhet, nën kupton që do të marr votat edhe të tjerëve. Ne nuk votojmë nën diktat. Do të ishte shkelje e detyrimit që kemi marrë përballë qytetarëve të Kosovës, dhe po ashtu nuk votojmë me këtë votimin e msheft, i cili është kundërkushtetues në rand parë, por dhe dyta pyetja që duhet bëhet është pse duhet ne që jemi votuar me lista të hapura me emër dhe mbiemër të fshehim votën nga qytetarët e Kosovës. Zoti Deari po vazhdon me shkel kushtetutën e Kosovës në një mënyrë e cila është shumë e shëmtuar institucionalisht. E kishini ju në fillim mbledhjes deklaron thotë ka quorum për mbledhjen, masane e qet në votim në far komisioni kishte përzgjedhje kryetarit dhe kur s'bën vota thotë s'ka quorum. A dini ju çfarë është quorumi? Quorumi është institut juridik që tregon një mbledhje a mund të fillojë apo jo. Nëse fillon mbledhja e kuvendit dhe tim qet çështjen në votim, nën kupton që ki quorum. Si mund deklarosh s'ka quorum masi fillon mbledhja? Quorumi u kushti me filluar një mbledhje, që është bazike. Këtu kemi të bëjmë me keq kuptim të nocioneve themelore, por nuk bëhet kjo, unë mendoj sot për i padijes, bëhet me një agjendë qartë politike që don me mbi vendos vullnetin politik, rendit ligjor dhe rendit kushtetues të Kosovës. Kjo është një fatkeqësi e madhe për Kosovën. Unë shpresoj që të gjendet të ketë një reflektim dhe të gjendet një zgjidhje. Po thoni që nuk e votoni Albulena Agjiun për kryekuvendare, edhe nëse shkon kjo në pafundësi, zoti Dula nuk do ta votoni. Jo, në asnjë skenar ne nuk votojmë nën diktat Albulena Agjiun, sepse për arsyet që i thash. Nëse duhet vota jon, duhet të ndrohet kandidati, e nuk është përgjegjësia jonë. Nëse ne, si parti të ish opozitës, nënshtrohemi dhe votojmë nën diktat, unë mendoj që ky do të ishte fundi i demokracisë në Kosovë, edhe fundi i respektimit të kushtetutës së ligjit. Këto kushte mendoj që do t'i bëmë një shërbim të keq Kosovës duke votuar një person nën diktat për arsyet që i numërova. Faleminderit shumë.